Ajo që u shfaq mbrëmjen e kaluar në ekranin e Top Channel do të ishte një moment mësimi dhe pjekurie emocionale për kudo që në jetë ndan rrugët me partnerin apo partneren. Por shfaqja e Olsi Bylykut në ekranin e Top Channel ngriti disa pikpyetje të ndjekësit. Ardhja e Olsit ishte një akmarrje produksioni ndaj Eglit për deklaratën e saj në lidhje me fitoren e Laertit? Apo ardhja e Olsit ishte një marrëveshje e tij me Topin për t'u rikthyer në ekranin e mundësive dhe promovimit? Egli shtoi dyshimet se gjithë takimi ndodhur mbrëmjen e kaluar ishte një shtrirje, teksa u shpreh se takimin me ish-partnerin e saj e kishte kërkuar me ngulm për t'u sqaruar pas ndarjes, gjë të cilën Olsi nuk e kishte pranuar. Pra dhe Olsi me Eglin janë ndarë si të gjithë ne, pa shembull mirënjohje dhe respekti, por me hatërmbetje. Egli nuk kishte dashur që në linjën e saj të jetës të kishte surprizisht të dashurin, i cili tashmë ka një lidhje tjetër të konsoliduar. Egli zbuloi se Top Channel dhe Olsi Bylyku kanë arritur një marrëveshje në momentet e fundit, teksa theksoi se në linjën e jetës ajo e kishte përmendur Olsin, por produksioni e kishte prerë si moment. Pra Olsi pranoi një marrëveshje dhe një ballafaqim në kurrizë të Eglit, duke u shfaqur në Top Channel dhe duke i dhënë fund konfliktit me median më të madhe në vend. Tani nuk do jetë çudi që Olsin ta shikojmë në majat e Top Awards, apo në Portokalli, apo në emisionet e tjera të Topit, duke u sqaruar se sa mirënjohës është që fal Eglit u rikthye në ekran. Ku nisi karrierën e cila pas daljes nga Big Brother VIP 3, çdo deri u mbyll. Hatërmbetja e aktorit erdhi si pasojë e daljes së hershme të tij nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 3, e cila sipas aktorit ishte e pamerituar. Kujtojmë që pas daljes aktori bëri edhe 2 këngë në formë disi kundër Top Channel, Pig dhe Njësoj. Mbetet për t'u parë se çfarë do fitojë Olsi nga kjo histori, sepse Egli as finalen nuk fitoi dot mbrëmjen e djeshme.